si që shpallën dhe pak më parë, do t'jemi me një të ftuar dhe jemi direkt me Anri Adili, mos zgjatemi shumë. Anri, mirë mëngjes, përshëndetje. Kënaqësi që ke ardhur në emision dhe për të bërë këtë intervistë mjaft të këndshme. Pra, ju jeni drejtuesi i departamentit të marketingut AK Invest. Sakt. E reja, pra. Ajo që do fokusohemi tek e reja, më thënë shumë e bukur. Por kam një pyetje vëlla. Më thot Eda që do vinë çunat e Manigramit, nga Manigrami, dhe tani AK Invest. Tani AK Invest është Manigram apo Manigram, do ma shpjegosh pak këto që të jem unë i qartë fillim, pastaj të flasim për dëgjuesit. Patjetër se këtu fillon edhe mbase konfuzioni për të tjerët. E reja është një produkt i AK Investit. Okay. AK Investi është institucioni kryesor, bazë, i cili ka shërbim Manigramit, është partneri kryesor për Shqipërinë dhe ka dhe si produkt e rejen. Okay. Ereja është një portofol digital i cili përdoret nga klientët e AK Investit, por jo vetëm, edhe nga klientë tjerë, të cilët janë interesuar që ta përdorin. Ereja produkti më i ri. E bukur. Po emri është spikall. Po pra, më fal, se tani këtë domethënë, si u vendos emri ose sa veta, si vendoset një emër që dhe thuat ky është emri që do jetë. Faktikisht për të qenë edhe për të mos qenë modest. E ke vendosur emrin e kam vendosur vetë. Bravo. Edhe pas çfarë procesi? Domethënë pas shumë pyetjesh etj etj me veten e lidha mu lidh me idenë e areas cloudit, pra diçka që nuk është, le të themi, fizike, ndryshon, si dhe gjithmonë e re, gjithmonë një hap me kohën dhe me termin e re. Dhe është shumë e lakushme në gjuhën shqipe. Përdoret për çdo lloj rasti. Po, tingëllon tek gjithë, se e reja si fjalë përdoret kudo. Po është diçka që thuhet për ditëshmëri, domethënë. Patjetër. AK Investi është një kompani që ka 25 vite, plus minus 25 vite në treg. Tani pse lindi nevoja për një produkt të tillë, pra për eren? Produkti digital është një nevojë dhe një kërkesë e tregut global, në fakt nuk është vetëm e tregut në Shqipëri. Produkti digital lindi si nevoja e Investit e gjithë shporta e shërbimeve të Investit si institucion financiar, i cili përfshin pagesat utilitare, kredin, e plot, transfertat me Manigram, e gjithë kjo shport pra të kthejnë në një produkt më aksesibël tek personat dhe u mendua që të krijoj një portofol i cili të ishte shumë më eficient në përdorim nga klientët e AK Investit, duke i dhënë mundësi për të bërë pagesat shpejta, transfertat shpejta me kosto shumë efektive në treg. Si dhe 24 orë në 7, se shërbimet financiare ti je i detyruar të presësh radhën, ti paguan dritat 12 natës, të paguash dritën 12 natës. Me drita fik pagun dritat. Sakt. Kjo është e reja pra, kjo është e reja të rez, e reja, ja, shef emri si del. Sakt. Pra pak a shumë le të themi që e kërkon dhe vetë tregu, është se ardhmja ju si specialist e shikoni e studioni dhe thoni që ardhmja është digjitale për këtë gjë. Patjetër, ardhmja është digjitale edhe është shumë e rëndësishme edhe në përfshirjen e personave të cilët nuk mund të kenë akses në financa, akses në bank, një llogari bankare, por jo vetëm. A është e nevojshme të kesh një llogari bankare për të patur eren? Për të pasur eren nuk është e nevojshme të kesh një llogari bankare. Pra ereja funksionon si një llogari bankare, me të njëjtën siguri të një llogarie bankare dhe të një banke, por ka fleksibilitet shumë më të lartë në përdorim. Okej, pra unë marr telefonin dhe bëj download në App Store ose në App Store ose në Play Store, downloadon erejan, ke 3 profile regjistrimi, tani më ne kemi dhe profilen e thjeshtë regjistrimit në ereja, mund të bësh regjistrimin dhe pastaj je direkt përdorues i shërbimeve financiare që ofron ereja nëpërmjet AK Investit. Okej, tani meqenëse se nuk kam nevojë të kem një llogari bankare, si e rimbush këtë aplikacion, këtë llogarinë time? Patjetër, në fakt kjo është edhe veçoria ose avantazhi që ereja si institucioni paras elektronike ka kundrejt konkurrentëve të vet, sepse ereja disponon dhe ndihmohet nga rrjeti i 500 agjentëve në barë Shqipërinë të AK Investit, nëpërmjet cilëve ti mund të bësh rimbushjen e portofolit elektronik me 0 fi dhe veç kësaj mund të rimbushësh portofolin nëpërmjet kartës tënde të kreditit ose debitit
Po, Kështu direkt. që po, direkt. Kështu që këto janë dy mundësitë më të thjeshta për të rimbushur. Gjithashtu, për të tërhequr para, Po, në çdo moment mund të ti drejtohesh një nga degëve tak, Potak Invest Moneygram-it, në okay. 500 plus agent në gjithë Shqipërinë, dhe aty mund të bësh tërheqjen tënde të Po. parave. Sepse AK Investin pikat ndodhen kudo. Pikat ndodhen kudo. Pikat Po. ndodhen shumë pranë teje. Kështu që kjo është edhe filozofia e AK Investit dhe e rejes, domethënë të jemi pranë klientit. Tash një ndër gjërat më kryesore do thoya duke e ditur se ne në Shqipëri brezat e tjera si edukohet pak a shumë një brez ndoshta edhe më i madh se ne më të rinj jemi marrë me telefon, me aplikacionet, po një brez si edukohet për përdorimin dhe për të garantuar dhe siguruar se gjëja kryesore vëlla ne shqiptarët kemi këtë të besimit. Patjetër. Si mund si është procesi i Patjetër. edukimit Shiko, ose të proces- mësuarit të kësaj gjëje të re? Patjetër. Procesi, siç e the edhe vetë, është një proces. Po. Pra, nuk është Okay, diçka po. që ndodh Po, tak fak me kërcitje gishti. Është një proces i cili është mirë që të vi që në gjenezë të rritjes së individit, pra që në sistemin arsimor, dhe më pas të zhvillohet dhe të jetë i aksesueshëm në të gjithë ato përditshmërinë e personit. Domethënë vetëm duke e prekur mund të mësohet. Ne Po. bëjmë punën tonë, absolutisht, nëpërmjet rrjeteve socialeve, mediave të ndryshme, Intervistave që në 9 intervista në 9 mëngjesit. për të shpjeguar. Bëjmë tonën për të shpjeguar dhe të munduar her pas here për ta qartësuar individin në përdorimin Po. e digjitale, sepse në fundit është diçka që i volitet dhe i shërben atij. Domethënë Patjetër. kushton më pak, mjafton siguria është shumë e lartë pasi reja si produkt është i licencuar, duke qenë se është institucion, janë të licencuara nga Banka e Shqipërisë. Domethënë, Okej, kështu që të gjitha pjesat e certifikimit, miratimit janë janë okay. procedura të Janë kryera, procedura domethënë, edhe patjetër. normalisht Nuk mund të jesh në treg financiar pa hiçi. sigurinë edhe pa procedurat të caktuara të cilat kalohen. Po, dhe ajo pastaj si ishte vetë proces, përdore në 12 natës paguaj dritat, Patjetër. ndoshta një herë të bësh gabim ose nuk e di, Patjetër. nuk do e bësh dot, por më Patjetër. pas duke e përdorur do Ke arrish. numrat e asistencës, mund të na kryesore. kontaktosh në çdo moment, edhe ne jemi aty për t'ju shpjeguar dhe për t'i Po. qartësuar çdo lloj problematike që mund të kenë. Fantastike. E reja është e re, mo, vetë nga emri domethënë. Edhe një kuriozitet për sa i përket se ne si radio kemi audiencë dhe jashtë shtrojeve shqiptare. Për të huaj që ndoshta ose një shqiptar që jeton në Danimarkë, kemi Zvicër, shumë edhe të tjera, po e dëgjon dhe ndoshta intereson. Mund të ketë akses në këto program? Patjetër, kjo është dhe një risi që ne kemi sjellë së fundmi, është diçka në cilën do të vazhdojmë për të ideja është që të jemi aty dhe për pjesën e turizmit në Shqipëri. Do të thënë ne kemi krijuar një profil ekstra për turistin, kështu që çdo person që është huaj, jeton këtu, jeton atje, mundet ta downloadojë rejen dhe të përfitojë shërbimet e rejes, ose mund të vi këtu si turist, ta hap portofolin në profilin elektronik, brazë, profilin e turistit. dhe aty mund të gjej çmime në tërheqjen e parave shumë më lirë se në ATM-t, të cilat chargjojnë shumë. Po. Në dërgesën wallet to wallet, sepse është karta e huaj që më patjetër pas është karta e huaj, patjetër është karta e huaj ka dhe ne kemi komisionet këtë e larta. fiks. Nësa ti të kesh komisionin po njësoj si Unë me kam kartë shqiptare. komisionin si me kartën shqiptare. Okay, Si me pjesën e kartës shqiptare, komisionet shumë të ulta, mund të bëjnë këmbim parave me kurse shumë të mira, plus që i zgjidh të pjesën e facilitetit që të huajt janë fatkeqësisht po dhe fatmirësisht më të mësuar se ne në përdorimin e produkteve digjitale për sa i përket pjesës së pagesave nëpërmjet QR-it në tregtar të ndryshëm, në tripin e tyre, le të themi në atë gujtën e cila i shoqëron gjatë ushqimit në Shqipëri, le të themi. Interesante. Po për sa i përket pagesave, për shembull dua të blej X një lojë, do të blej GTA 6, tash që është do dalë shumë shpejt. Bëhet dot pagesa edhe jashtë Shqipërisë në për websajtet ndryshme? Ideja është kjo që për të bërë atë. Shikoj, jam ignorant nga kjo fushë. Patjetër. Ti eksperti, po ne do të bëj ca pyetje të çuditshme ndoshta, po i shërbejnë shumë të njerëzve. Ne jemi duke punuar dhe punojmë ditë për ditë për të zhvilluar produktet e reja. Kjo i përket pjesës e-commerce-it, pra që ti lidhesh me kompani të tjera dhe i ofron pagesën në websajtet e tyre. Është diçka që jemi duke e punuar dhe duke e finalizuar dhe shumë shpejti. Për momentin jemi të fokusuar në tregun shqiptar dhe jemi të fokusuar, siç të thash, dhe për pjesën e profilit turizmit që është shumë i rëndësishëm për tregun shqiptar, duke patjetër.
Edhe Dhe në fakt Shqipëria s'ka më momente se çdo nga s'ka janari më deri në momente, tetor është bërë dinamike që çdo vinë. gjë, kështu që edhe ne mundohemi që të jemi sa më Po sa më me kohën, kërkesës, pra, po. me qenë se folëm një nga pikat që të është parë për zhvillim. Kush janë pikat kryesore? A ka disa pika që keni vendosur se po studioni të jenë pikat e zhvillimit për aplikacion? Për më tej. Për më tej. Se Patjetër. e reja për E reja zhvillim është është mjaftueshëm duhet jetë gjithmonë e re. mjaftueshëm gjithmonë e re, patjetër. Siç folëm më bashkë më parë, një nga këto synime është e-komerci. Po. Dhe tjetër shumë e rëndësishme, diçka që backupet pra mundsohet dhe nga Ark Investi është pjesa e kredisë. Pra ne po punojmë Ja, këtë që të kemi po punojmë Këtë po- të ndinë roft po kredit. punojmë që të së shpejti të fusim edhe linjën tonë të kredisë në aplikacione reja, pra ti mund të bësh një kërkesë nga aplikacioni, të miratohet dhe të kalon direkt në portofol dhe pastaj ti vazhdon ose tërheq ose e përdor për pagesa apo shërbime të ndryshme. Kështu që kjo është diçka që ne po e kërkojmë shumë sepse shikojmë që ka dhe goxha kërkesë nga tregu. Kuptohet ne do jemi aty gjithmonë me çmime konkurrente, flasim Po, edhe se për tash interesje gjithë tjerë. Po, interesi është shumë i Po. rëndësishëm, besoj, se ti the që depozita nuk ka komision. Shiko, Apo herën e ideja parë. është kur ti e karikon portofolin nëpërmjet bankës, ty të mbahet një komision, sepse është Patjetër. komision që ne na chargjohet nga banka. Okej. Ne kemi mundësuar që deri në 20.000 lek Të për reja. klientin një herë në muaj të reja, 200 euro, po domethënë ta themi 200 edhe për. euro, 200 euro, Mhm. pjesën e komisionit e mbajmë ne si e reja Okej. për një herë në muaj. Ndërsa nëse ti shkon e rimbush nga agjentët tan, është zero fee. Është Nice. zero. Fantastike fare, shiko, siç tham në telefon, App Store, çfarë është tjetër, Google Google. Play, e reja, quhet aplikacioni, e vogël, r e madhe, eja. E vogël, r e madhe eja, po. Eja, e reja, E reja. e shkarkon, e hap. Zgjedh një nga 3 profile që ty të intereson Të personalisht. intereson, pra. po. Më pas me këtë paguën dritat në 12 nata, si mos ta bëjmë këtë Patjetër. si like motive, se mund të paguar shumë gjëra në çdo orë. Gjithashtu se mbase na doli dhe Mhm. na doli edhe na skipoi si Po, mendim, si shërbim, ajo që është e rëndësishme tjetër e reja janë transfertat. Domethënë e pra. reja përmban manigramin. Domethënë për herë të parë, në fakt duhet të thënë, për herë të parë në Europë, një shërbim i transfertave financiare të shpejta, flasim për 10 minuta, për 10 minuta transfert, është kryer nëpërmjet aplikacioneve të reja. Pra pak a shumë nuk kam se të shkoj te Është në manigrami. nivel Europë, nuk pra është në nivel fizikisht. shqiptar. Pra nuk ke nevojë të shkosh tek manigrami, ti Mhm. hap profilin dhe dërgon para në çdo lloj vendi të botës nëpërmjet manigramit me gjysmën e kostove, të çdo shërbimi tjetër të gjashëm treg. Wow. Pra mjafton të plotësosh të dhënat e Të personit që do i shkojnë. plotësonat e dhënat që i shkojnë. Hapa sapi se besoj. Të dhënat e tua, hapa sapi patjetër, ajo ka një user interface shumë të qartë. Hap pas hapi, të ndihmon patjetër, hap pas hapi ty të çon deri tek dërgesa. Dhe komisioni është më i Dhe ulët se po komisioni shkosh. është gjysmë. Pra nëse ne po flasim për një transfert 6 euro nëpër pika fizike, me e reja ty të kushton 3. Kështu që njerëz Kjo është gjë kryesore, pra se mirë që shkoi muhabeti dhe nuk e lan pa thënë këtë, sepse janë gjërat kryesore që duhen përmendur. Dhe pasi ke krijuar profilin tënd për transferta, pagesa, për çdo pagesë që mund keni, tërheqje, depozitim parash. E reja janë financat në xhepin tuaj. Financat në xhepi, shiko. Kjo ishte e bukur. Kjo është. Ishte e bukur dhe poetike. Çfarë mund të them tjetër si nevojë për teren? Ideja është kjo që e reja I tham të gjitha apo kanë e reja do të jetë gjithmonë në hapën e kohës dhe unë për shembull si departament marketingu PD produktit kam dëshirë që t'i zbuloj kur vjen momenti. Domethënë nuk është se dua që ti do bëjmë këtë, do bëjmë atje sepse duhet me qenë dhe realist. Gjërat po ndryshojnë, po ecim drejt digitalizimit, produktet e reja po futen, konkurenca është e lartë, kështu që ne studiojmë mirë tregun dhe mbasi kemi një ide të qartë, atëherë mundet që të riflasim bashkë. Po patjetër, shiko, ti je i ftuar dhe i mirëseardhur e ditë tek ne. Kurdoherë, sidomos për këto bisedat lidhe me financat, lidhe me të rejat, me eren, domethënë që janë të nevojshme dhe për publikun dhe ky edukimi, si shte, pra mënyra më e mirë për edukuar njerëzit vjen që në vogëlin lidhe me financat, me mënyrën e tregut e tjera. Kështu që kjo është një dhe ne eksplorim,
Po në patjetër se eksplorim, tregu në ndryshon, është përdorim, në gjithkohës dhënien ndryshim. besimi Po, të vetë produktit. Duhet besuar. po patjetër. Çdo gjë, Dhe domethënë ky trasti, ky besimi bëhet me anë të punës, me anë të patjetër, zhvillimit, siç patjetër, po thua edhe patjetër, ti. patjetër. Dhe kjo është shumë interesante, unë e vlerësoj shumë këtë që sapo the, që nuk do ta themi do bëjmë këtë, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, akoma pa realist. Për Patjetër, momentin kemi këtë patjetër, produkt, më të patjetër, mirin, patjetër. për sa mund të ofrojmë ne, shikoni dhe me të kohën, gjatë përdorimit do Patjetër, do patjetër. zhvillohemi bashkë. Ereja Patjetër. zhvillohet bashkë me Kjo njerëzit. është e vërtetë. Mirë, shumë kënaqësi që ka ardhur Atje, këngjes me ne. faleminderit. Besoj të thash do vish sërish, të flasim sërish dhe për update-et, pa thënë në Patjetër, gjuhën, patjetër, zhvillimet e reja, patjetër. dhe shumë suksese. Thuhet në këtë rast suksese? Patjetër, patjetër. Suksesi është gjithmonë Është i nevojshëm, Është i dhe i nevojshëm dhe i mirëpritur. mirëpritur. Faleminderit shumë. Faleminderit Mirë, Mattia. për momentin do ikim te kënga e radhës, jemi me Taylor Swiftin dhe do kthehemi shumë shpejt për të përmbyllur të